Jo rastisht të lash të fundit në prezantim, po vjedhe më rrallë, edhe pak më rrallë. Për shkak se doja dija opinionin tonë në raport me dje ka qenë dita e 50 e protestës, sot hymë në ditën e 51, pra një protestë që paka shumë nuk është parë kur në Shqipëri, për mënyrën se si po organizohet dhe konsistencën. Nëse do të shohim në aspektin makro, besoj që protesta vazhdon që të ketë qëndrueshmëri, pra ka konsistencë, do thotë që njerëzit vazhdojnë të jenë aty. Sepse nuk është e thjeshtë që për 50 ditë me radhë të dalësh në shesh me këto temperatura, po flasim gjithmonë sidomos në një kohë caktuar, gjithmonë që temperaturat janë shumë të larta. E ku qyteti shkon me pushime. Jo vetëm, por ka qenë edhe botrori, pra ka pasur edhe disa elemente të tjerë, po themi, të cilët realisht mund edhe ta në thojza ta dëmtonin, po themi, protestën. Nuk ka ndodhur një gjë e tillë, vazhdon që protesta të jetë, po themi, e gjallë. Ka problemet e veta, normalisht, nuk mund të jetë aq masive nëse flasim për numrat siç ishte në ditët e para, apo në ato proteste që janë në fundjavë, sidomos të shtunave që janë konceptuar si protesta mbarkombëtare, duke qenë se vinë dhe emigrantët, por megjithatë protesta është. Ka dhe ajo problemet e veta të brendshme, sepse ne kemi thënë që vazhdon të jetë një protestë e cila nuk ka akoma një drejtim të caktuar, ka vetëm thjesht një drejtim logjistik që ne kemi quajtur grupi i mikrofonit, por që edhe ai grupi i mikrofonit, me thënë drejtën, sidomos dje për shembull, çaloi, sepse jo çdo lloj idioti mund të japësh një mikrofon dorë dhe mund të flasë. Edhe kjo është një problem. Ato e kanë parimin, po. Të quhen efekte kolaterale të një proteste caktuar e cila është shumë e vështirë që të menaxhohet, shumë e vështirë që realisht administrohet, duke qenë se ka shumë njerëz dhe normalisht, por gjithsesi do duhet të ketë një filtr në rastin konkret edhe për qasjen që duhet të ketë edhe ai që të kërkon të flasë, kërkon të marrë, po themi, të bëjë një diskutim caktuar, pse jo në një grup i cili është aty tashmë, duam apo s'duam, pavarësisht se qëndron hije, është një grup logjistik nismëtar, i cili, po themi, bën atë filtrin e parë përpara se një person, po themi, të dalë, sepse do i drejtosh një grupi shumë të njerëzish dhe nuk mundet që çdo njeri, po themi, të dalë. Nuk është çdo njeri. Unë kam patur Goxhaj në studio që më ka thonë për filtrin që qëndron. Pra, nuk duhet të jenë kryetar partish, nuk duhet të jenë deputet, nuk duhet të jenë, i kanë ato filtrat, por i çdo qytetar ka të drejtë. Patjetër, absolutisht, por ama duhet rrugët etika minimalisht. Dhe jo vetëm kaq, unë kam qenë partizan edhe i faktit që... Edhe thuhet ndonjë gjë e mençur, kjo është rëndësishme. Jo, kam qenë partizan i faktit që jo të mosbashmërisht do duhet të jenë të artikuluar ata që dalin aty. Madje kjo është gjëja më e veçantë dhe më rëndësishme protestës, sepse janë njerëz puro. Nuk e kanë përgatitur, ja kanë dhënë partitë politike, ja kanë dhënë për dhënë mesazhe të caktuara. Ai është aty ashtu si e mendon, se gjykon për problematikat që kanë dhënë, sidomos për shëndetësinë, fatikisht ka qenë për mendimin tim një tribun shumë e rëndësishme për të nxjerrë realisht gjithë problematikat që ka sistemi shëndetësor, sistemi arsimit. Po pse jo edhe në fushat të tjera, po themi, të jetës ekonomike të këtij vendi. Kështu që në gjykimin tim protesta është absolutisht një produkt pozitiv, në mënyrë absolute. Pjesa tjetër më pas, se çfarë do ndodhë si po ecën, numri është pak problem, sepse do të thotë që dhe shumë qytetarë të cilët në ditët e para ishin ato proteste, përqafonin, pse jo kërkonin të ishin pjesë integrale e kësaj proteste, tashmë ose janë, po themi, të heshtur, njëra anë, pra do thotë që e ndjekin nga shtëpia, ose më keq, ndoshta janë dhe kundër kësaj mënyre, po themi, se si është qasja për projektimin që do ketë protesta. Akoma nuk po kemi një kokë, akoma nuk kemi produkt politik. Ka 5 pika, jo, ka 5 pika. Tani ato 5 pika të vazhdojnë rrinë aty. Dhe kur thua ato 5 pika, kokë nuk ka, po produkt politik ka. Me pikën e parë bien poshtë të gjitha pikat e tjera. Po thej që tiki Rama jepet dorëheqjen, nga mbyllë pjesët e tjera ultra politike. Po u plotësua ajo, ka mbaruar çdo gjë tjetër. Çfarë do lloj, po themi, angazhimi tjetër ose kërkesë tjetër që artikulohet në pas, jo kodi zgjedhor, jo kjo, jo ajo, tjera, këto janë gjitha që do t'i bëj Rama. Po. Nuk ka kuptim. Pra, ose do t'i Rama dhe këta të tjerë më pas, ajo qeveria famshme teknike quheni si doni, do duhet t'i bëj pastaj gjitha këto reforma, ose do duhet të thotë vetëm një gjë, ne jemi këtu në shesh sepse kërkojmë ikjen e Ramës nga pushteti.
dhe të qëndrohet këtu. Po aty po rrinë ata. Nëse vazhdohet më pas që do duhet të jetë si një element interkonekcioni, quhen si doni apo negocimi pikërisht zoti Rama për gjitha këto reforma të tjera, pastaj bie e tërë kauza, për mendimin tim. Por megjithatë, një gjë do ta themi që nëse kjo protestë do vazhdojë deri në fillim të tetorit, kur do fillojnë edhe universitetet, unë besoj që do jetë absolutisht një gjë shumë pozitive, sepse besoj që studentët gjithmonë ka qenë pjesë e protestave, të artikulimit, na duhen njerëz të ri, të mençur, të ditur, siç janë studentët fatikisht, është gjë e ardhmja. Kështu që do të bashkohen edhe studentët, nëse ato do të bashkohen në mënyrë masive, universitetet. Kjo do të ishte absolutisht për mendimin tim, pastaj ky do të ishte momenti që realisht zoti Rama do ta shikonte seriozisht protestën. Denis, jo, në këtë moment që flasim, ka vetëm një fjalë për protestën, jemi futur në atë që quhet zona e rutinës. Pra, nuk ka asnjë gjë që mund t'i komentosh diçka që ja vlen t'i komentosh. Po pretendon gjë tjetër protestë. Këtë po them pra. Protesta pretendon të ruaj zjarrin ndezur deri në shtator, tetor. Po pra, kjo është ajo që tha avokati. Rutina dhe ky zjarr mund të bëhet ndezur edhe me pak veta, me sa duket, se kjo do jetë strategjia, sidomos gjatë muajit gusht, numri do jetë edhe më i pakët. Dhe ideja është që të mos ndalet, edhe pse është pak e vështirë. Pak veta krahasoj pak me thirrjet që bënte opozita zyrtare e vendit. Jo, opozita, ne kemi thënë opozita, opozita është dy. Nuk janë pak. Shiko, opozita ose më mirë kur themi opozita, themi Partia Demokratike. Partia Demokratike është pjesa më e goditur nga kjo protestë. Sepse po sot që po t'i hym sondazheve, edhe të asaj që ne kemi diskutuar, 50% i kanë dy partitë të mëdha. Te kjo 50% me siguri 40% i kanë socialistët, pra 10% e sot PD-ja, 10-15% po ta shohim në makro. 10% e çove 10 deputet. Edhe PS-ja ka një rëndje shumë. Po patjetër, po jo sa PD-ja. Paktën nga sondazhet. Ajo që ne kemi diskutuar, nëse sot Partia e Re, siç ajo mendohet që do të kishte një numër gati te 38-39% dhe dy partitë e mëdha do kishin vetëm 50%, nga ky grumbulli i 50%-ve, PD-ja shkon maksimumit e 10%. Ky është sondazhi i Zaloshës. Po pra, këtë e kemi diskutuar, e kemi marrë në Zaloshë me thotë drejtën. Patjetër. Ka dalë shumë sondazhe. Shiko, po gjithsesi ajo e trendit të një partie të re është domethënës. Prandaj e mora si shembull që kjo protestë e ka zhbër komplet Partinë Demokratike dhe ajo është më e goditura. Pastaj ka zhbër dhe atë që ishte miti i Ramës në raport me rrjetet sociale. Rama ishte mbreti i rrjeteve sociale. Kjo protestë ja ka hequr çik atë petkun e mbretërisë. Si u tha, plaku brenda. Prandaj po them, por tani protesta është në rutinë Redi. Është në rutinë totale, nuk ka asnjë lajm dhe më shumë lajme do ketë për keq si që ishte ai qytetari, nuk e ai zotëria që nuk dinte çfarë fliste. Përtej kësaj, duket se palët po marrin një kohë, që është koha e verës. Dhe ne do ta shohim fatin e protestës pas shtatorit. Pra, edhe politika, unë kisha shpresuar dhe menduar që Rama do reagonte më shpejt, me sa duket Rama duke parë dhe zjarrin që po bie, zjarrin e protestës, se po të ishte zjarr i fortë, do kishte reaguar më parë, dhe Rama do reagojë nga shtatori e tutje. Pra, nga sot që flasim, data 20 korrik, deri në shtator nuk kemi asnjë gjë përveç ndonjë zëri që do dali aty dhe do thotë çfarë ti thot mendja. Por veprime politike nuk do kemi. Reformat e mëdha prapë u shtyn për në shtator, sot ishte një lajm tjetër për shtyrjen e reformës territoriale dhe këto janë të gjitha të lidhura në funksion të protestës. Pra agjendën politike protesta apo kemi hyrë në periudhë pushimi, si për protestën, si për politikën. Thjesht shtyn kohën, është le ta quajmë një armë pushim politik mes dy palëve, që do rinegociohet në shtator apo rinegociohet në shtator. Avokat, ndërkohë, nëse ke një koment për këtë, je i mirëpritur, po do doja shumë të kaloja tek ato ideja e një kuvendi kombëtar për protestën, vetë protesta është distancuar, pra më shumë se sa për kuvendin, për faktin që këtë protest po e penalizon shumë fakti që nuk po ka një organizim politik për të përfaqësuar më pas nesër në kutinë e votimit. Si e lexon
këtë mangësi në thojzat protestës, sepse disa thonë që ky është avantazhi më i madh i protestës, fakti që nuk ka një kokë dhe nuk ka një përfaqësi politike. Në ditët e para, po, dukesh si një lloj avantazhi, sepse ne jemi mësuar gjithmonë që oligarkia politike apo dhe vetë politikanët në pushtet e kanë më të thjeshtë pastaj për të kaparuar ata për cilët e drejtojnë një protestë të tillë. Të gjithë ata që shkojnë aty janë qenie njerëzore, mos i shikoni domethënë si idealistë smur deri në pikën domethënë sa ata nuk do korruptoheshin nga asnjë gjë, bla bla bla, historie të këtilla. Prandaj në fillim ky fakti domethënë që s'kishte një lloj leadershipi, dukesh si një lloj qasje e gjetur. Strategjie. Strategji nuk e shoh as strategji e madhe. Kështu shit. Nuk del lideri sepse i prish punë protestës. Kjo është idea. Po në fakt protesta vet nuk është se ndërkohë për mendimin tim doli që ishte një protestë komplet e pa organizuar. Thjesht pati një pjesë që dolën që pastaj nuk ditin, pra nuk ditën si ta përdorin fitoren e tyre. 5 pika. Ato janë të gjitha nuk ka artikulim më të fortë më politik. Përveç se një pikë të parë që e përmendi avokati, që ka sens politik, pjesa tjetër nuk ka asnjë lloj sensi politik. Nuk mundet që një protestë të ndryshojë një ligj. Ligji i ndryshon parlamenti. Kjo është e thjeshtë. Protesta mund të kërkojë largimin e një kryeministri, është në çdo vend të botës. Por nuk hyn në detaje që i bën parlamenti. Ato mund t'i bëjnë një qeveri nesër e re. Pra vjen një qeveri nesër e re dhe ndryshon ligjin për mbrojtjen për mbrojtjen e zonave të mbrojtura. Kështu funksionon. Nuk ka. Kështu funksionon. Katër kërkesat e protestës, steka është shumë e lartë, unë jam dakord me ty. Ti themi gjëra të hapur. Katër kërkesat e protestës janë nonsens i plot. Jo, më pse janë nonsens? Janë nonsens i plot. E vetmja kërkesë që qëndron është vetëm ajo për Ramën Dorëqin. Pse janë një nonsens i plot? Po s'ka, nuk mund ta bëjë një protestë, nuk bën rruga atë punën e parlamentit. Nuk e bën. E bëri në 90 rruga punën e parlamentit. Po nuk e ç'a bëri, ç'a bëri rruga? Rruga në 90 rruga arriti vetëm kishte një kërkesë kanë patur që të kishte pluralizëm politik. U arrit ajo, mjaftoi. Kaq është historia. Nuk mund të vishti me 5 kërkesa 4 për të cilave janë pa kuptim. Jo, ato kanë kuptim, po ti thuaj nuk realizon dot në rrugë, duhen realizuar në parlament. Në momentin që ti kërkon Ramës largimin, si kërkon dhe bëje hiq dhe ligjin. Sa kërkon se kjo është pak çesharake. Jo, PS-s dhe PD-s. Por edhe një herë pra. I kërkon parlamentin. PS-ja është e Ramës, mos zotri, nuk është e protestës. Jo, PS-ja është e PS-s, nuk është e Ramës. Jo, PS-ja është e Ramës. Katër kërkesa dhe tjera për te asaj jepet dorëheqjen. Ja më shumë kërkesa referendare se sa ligjore parlamentare. Po si kush do të bëhet referendum? Ku s'ke ligj për referendumin? Ka ligj për referendumin. Po s'ka, mos është i pa realizueshëm ligji. Okej, pra, të desha të. Këtë po them pra. Ligj për referendumet ka, por referendumi, domethënë bërja e referendumit është bërë gati mission impossible. Për mënyra se si është veshur. Ore, kur them nonsens, po kërkesa e parë me 4 kërkesat e tjera përplasen, nuk mund të jenë në grup. Ose do jenë 4 të parat dhe nuk do jetë e para, ose do jetë e para dhe s'ka tjetër. Në këtë sens e thash. Okej, shumë mirë. Ti e mendon kështu, unë mendoj ndryshe thash. Se ka dhe një gjë, thjesht vetëm ndërhyrje të vogël. Pikërisht artikulimi i këtyre kërkesave që bëhet nga këta protestues janë sepse shikon që opozita nuk bëhet dot zëdhënëse tyre edhe për t'i artikuluar ajo në parlament. Po më pra ato janë po s'është pra, opozita s'është më tamo. Po pikërisht se këtu ndryshimin e kodit zgjedhor. Po si kush, po se kanë thënë. Ka shumë vetë që thotë, po jo mëse këtë kërkesë ka. Kush tha që do në opozita ndryshimin e kodit zgjedhor? Madje opozita shumë shpejt ndoshta bie dakord me maxhorancën dhe bën një kod ashtu siç e kanë bërë dhe herët e tjera. Bën këtë herë që të mbajnë pozicionet të pa po themi lëkundura në krahët e tyre politik. Sepse kjo në fund të fundit është kalkulim elektoral. Të kisha. M'fal na. Po, avokat. Atëherë ajo që po tentoja të thosha është që nuk është se ka divergjencë midis pjesë asaj që kërkohet fillim me dorëheqjen e Ramës edhe pikave 3-4 pikave të tjera. Sigurisht nuk është realiste. Sepse ne dim domethënë që Rama është ai personazh i cili vjen edhe për shkak të qëndrimit në pushtet pas Enver Hoxhës. Pra më shumë se sa Enver Hoxha nuk ka ndonjë njeri në pushtet se sa Edi Rama. Dhe Berisha njësoj ka qëndruar. O Denis, mos më ashtu më të lutem. Po 13 vite më këto dy bashkë. Po më ti thua 13. Po.
Nëse ti nuk e quan Ministrinë e Kulturës, nuk e quan pushtet. Përse tani Ministrinë e Kulturës të quan pushteti tani? A ka mundësi të lutem? Mirë, dakord. Ky njeri ka ardhur në pushtet, është veshur me pushtet, se sa pushtet ka pasur mua pak më intereson, në 1998, 1 prill 1998. 1 prill 98 deri në zgjedhjet e vitit 2000 ka qenë ministri i Kulturës. Dilte me lyente, fshinte, bonte, ishte sanitari i Bashkisë Tiranë, pastaj 2011 ishte kryebashkiaku i parë i Tiranës, dhe Tirana është aq sa Korçë. Do ma lësh replikën pastaj apo? Si duhet 2013, 2026. Vetë dëgjoje, pastaj vazhdo. 2013, 2026, pra në total sot që flasim ka 26 vite. Teorikisht do shkoj 29 vjet. Po Berisha sa ka? Po duro pra a do. Mirë, dakord. Se tani bëni 7 tani kot. Enver Hoxha thash ka ndëgju 40 vjet në pushtet. 45, 85. Ju të bëni 45, 85, është llogari e thjeshtë. Tani unë matematikën si luli e kam, po jo kaq keq sa mendoni juve. 45, 85, Enver Hoxha. Ky zotria vjen direkt pas, sot që flasim ka 26, sot që flasim, tendenca është për mua 29, mund të shkojë shumë më shumë. Pas këtia vjen Ahmet Zogu, që ta dish nga 2022-2024, që ishte kryeministër vetëm 1922-1924, vetëm me 6 muaj që ka pasur Fanoli, qeveria Fanolit, pastaj 1924, dhjetor 1924, deri 1939 ka qenë Ahmet Zogu, president, monark, maroj. Pas tia vjen Skënderbeu, që ta dish, 25 vjet. Ka analizën e hollë, shumë. Tani a deshe numra, a deshe? Po pas Skënderbeut avokat. Vetëm në rënd, dëgjojnë e burra, ju s'keni... Jo, po të them si shumë Po pres e bukur edhe... Po pres kur i vje Rava Saliu. Shiko, e prishet fare atë që kishim qenë të Vazhdo. Po edhe një po ta them, pas Skënderbeu që ka radhën. Doktori ka nejtu 13 vjet. Pas Skënderbeut. Thash pra kush ishte? Pas Skënderbeut, Ahmet Zogu dhe Sali Berisha në rend kronologjik. Se lider opozite nuk e quan pushteti, ja? Se dhe Rama ka qëndruar lider opozite një 2 vjet pa pushtet. Pa pushtet. A ka qenë ai pa pushtet lider opozite? Po s'ta numrova Ramën në punë. Në ato 2013. Jo që ato? Po. Okej, mirë, rregull. Se thash mos i... Pastaj ka qenë nano një 4-5 vite, sa aq ka qenë nano. 5 vite, i ka bërë si ka bërë, dhe gjithë pjesa tjetër domethënë janë 2-3 vjeçar. Bufi e këto. Ata janë 2-3 vjeçar që po të them. Po. Kjo është Edi Rama ka më shumë se Skënderbeu këtu rri. Po kjo është pak e sigurt më. Po pra këtu. Sta thash më. Ecim avokat. 1443, 1468. E pasa studiu. 1443, 1468, Skënderbeu, 25 vjet. Si doni t'ua them? Mirë. Ecim avokat. Ky ka qenë 29, do shkoj 29, e ka kaluar gjithë. Tendenca është drejt Enver Hoxhës, inshallah pas tjetë dhe kalon, mos e duan njerëzit. Çfarë themi ne taj? Ku është paradoksale, sepse ky njeri desha të them, nuk ka asnjë lloj gjase, as në ëndrat më të bukura sipas mendimit tim, që do ngrihet një ditë bukur dhe me moralin që e karakterizon si qytetar, e ca më shumë si politikan, do thotë, çfarë më kërkoni mua, do rreqin, por direkt tani do rriqem, unë nuk kriju me çfarë thotë që keni këto. Këtë pritet. Nëse këta njerëz presin këtë gjë, jetojnë në ëndra them unë. Kaq është historia. Tani pjesa e 4 pikat e tjera janë referendare. Pse janë referendare? Sepse ti të kërkosh abrogimin ose ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme, gati siguri kombëtare do ta quaj unë. Se më qëse ti ajo është harru fare. Po me juve, çaflanini të gjithë mos ka problem. Po se ka. Edhe se ka njëri në mendje atë. Dakord, me këta po kërkoj. Ai ishte thjesht një shkrepse, kaq. Okej. O avokat, mbaroje. Po të më lini të më mbaroj. Po jo, mos po flas. Mbaroje. Tani, ajo që më pyetet në lidhje me kuvendin, po them, gjëja më e rëndësishme, të cilën unë që në fillim e pash domosdoshmë, goxhare fraktare ishte ai formulari. Këta nxorën një formular që do duhet ta plotësoj përpara se të shkoj aty. Dhe dukesh asaj që kishte një qasje përjashtimore. Nëse ti del në shesh dhe thua këtu ka flukse nga gjithë shoqëria.
A ka flukse nga gjithë shoqëria? Të bardhë, zinj, po them unë, ambientalist, zogist, ballist, komunist, ku di unë. Atëherë ti nuk mund të nxjerrësh një formular dhe të thuash, ti duhet të deklarosh që nuk e qenë asnjëherë antar i një partie. Ti duhet të deklarosh se nuk je më antar asnjë partie tjetër. O vlla, këtu të gjithë kanë qenë ose deri dje proletar dhe ushtar, sot socialist, demokrat, ballist, këtu ka pas njëri kështu. Në momentin kur ti e bën këtë gjë, do të thuhet domosdoshmë që teorikisht ti kërkon ti përjashtosh njerëzit nga vetit. Dhe e fundit, që është shumë e rëndësishme në lidhje me këtë kuvend, nuk bëhet një kuvend me gjithë njerëzish aty. Aty duhet ngrihet me patjetër një strukturë intelektuale, nëse po bën një kuvend, me qëllim domethënë që t'i japësh edhe një lloj legitimiteti. Nëse kuvendi që mblodh. Pra atë pa flasë. Për atë kemi fjalën, por më shumë se sa për diskutuar kuvendin avokatë kanë për diskutuar faktin që a e dëmton protestën apo jo mungesa e një organizimi politik, se mos futemi në detaje. Unë mendoj domethënë që protesta sot do ta kishte të nevojshme që të kishte një grupim të vet politik, të kishte një produkt politik. Dhe në me kalimin e kohës pastaj të krijonte, le të themi, organizatën e vet dhe të kishte kutinë e vet votimit. Në qoftë se pastaj këta shkojnë me idenë ose ka një plan të dytë, i cili është ai plani që sapo diskutuat pak më përpara, që ka të bëjë në shtator ne do shkojmë, do nxjerrim shpatën edhe do të çajmë sa para mbrapa, sa majtas e djathtas, okej, më në rregull, civile. Tani, edhe kjo e përgjithshme në shtator, tetor, me student, mjek, mësues, avokat. Kjo është ajo që thuhet pra. Kjo është ajo që thuhet. Fjali vlla, po do e mora vesh, do ta bëjnë gjithë ta. Po nëse shkon në këtë pikë, po do ta bëjnë, nëse është ky projekti, kjo ajo që tha Denisi ishte kjo që është ka hyrë në fazën rutinore. Unë them rutina është lajmi, sepse deri në shtator ideja është që protesta ka vetëm një mision, të ruaj zjarrin ndezur, të paktën unë perifrazoj ata zërat më të rëndësishëm. A mundet ta? Po pra, po. Meqense po thua të ruaj zjarrin ndezur, do t'ua çoj unë një shkrepse që ta mbaj për shtatorin, prapë, dhe të shkojnë të bëjnë pushime. Jo, nuk është kjo çështja burse pa let nan tani domethënë. Nuk mundet domethënë që njerëzit ti lësh mundësi atyre super politikanëve të rilindjes që të tallen me njerëzit aty, siç dalin për ditë dhe nxjerrin dronin nga lart, nxjerr dronin Denis Minga aty lart dhe thotë, shikon ora 20 fiks, këtu ka 200 veta. Kur ka 200.000 veta nuk e ngre dronin Denisi. Ka të drejtë apo jo? Ka drejtën e vet ta delegitimoj sepse e ka mazhoranca, e ka është atë ti mos ja jep politike. Ti mos ja jep këtë mundësi. Këtë disa temë. Po jo më Redi vetëm një gjë se dua të rrezoj pak narrativën e numrave, se ishte pak i pasakt. Unë gjithmonë i pasakt jam. Shumë shkurt dhe pastaj kalojmë te çështja tjetër. Nuk do të thotë ti je ministër, ti je do të thotë ti je me pushtet. Se me këtë logjik i bie dhe Lul Bashat këtë qenë 8 vite në pushtet dhe 4 vite si kryetar bashkie, 12 vjet Lulzim Basha. Tani kush na dëgjon do plasi gazi tani. Lulzim Basha s'ka qenë as i din pushtet. Ka qenë Sali Berisha. Dhe logjika është kjo. Nuk je në pushtet në Shqipëri nëse ke shefin mbi kokë. Kur Rama ishte kryetar bashkie, kishte prap shefin mbi kokë, që ishte Partia Socialiste, kush kishte atëherë? Ilir Meta. Kur Rama ishte ministri kulture, kishte Fatosnaun. Pushteti absolut i Ramës ka nisur në mandatin e dytë. Edhe në mandatin e parë ai ka patur një, si thua, një kontroll nga Ilir Meta. Në atë që dëshira që ai kishte për ta zhvilluar Shqipërinë siç do. Pra nga 2017 dhe deri tani, unë nuk po them që Rama ka 13 vite pushtet, këtë absolutisht e them. Por realisht atë që Rama sot po bën me Shqipërinë, pushteti i tij ka nisur nga 2017 dhe vazhdon dhe sot e kësaj dite. Kjo ishte ajo për shumë numrat, nuk është ajo po të shkojmë nuk ka replik, lutem. Jo, atë ja kthej përgjigjen. Nuk ka replik. Shiko, kur të ma japësh pas një ore, unë të t'ja kthej pa përgjigjen. Tani e do tani apo pas një ore. Replik nuk ka. Le ta kthej, po nëse jo për këtë. Nëse ti nuk je i bindur që 13 vitet e pushtetit të Berishës janë 8 vite kryeministër dhe 5 vite president. Në lidhje me tezën që protesta do mbaj, le të themi,
do rri në këto kuota deri në shtator tetor dhe nëse merr këto përmasa që pretendon se do marrë. Shiko, unë se nuk e di mund të them këtë gjë që nuk po them atë pjesën çfarë do bëj protesta, por çfarë do bëj Rama është që Rama do bëj ndryshimin lëvizjen e tij dhe nuk e di se çfarë është kjo lëvizje, se jam kurioz të di. Pra do ketë lëvizje dhe nga ana e kryeministit. Patjetër. Ai ka thënë që nis në shtator. Nesër thret grupin parlamentar. Ai mund të thras këdo në verë, por nuk ka asnjë vlerë tani. Në shtator po thua do bëj lëvizjen e tij. Flaka e protestës është tashmë si ai tymi, domethënë ka mbetur vetëm tymi, nuk dallohet flaka. Është një tym që rri aty. Por që mund të rindizet. Por edhe mund të shuhet fare, se mund bjerë në vjesht ka dhe shira dhe ka shumë reshje dhe e shuan fare flakën e protestës. Kështu që Rama lëviz në shtatore tutje. Po, për kohën mirë është bjerë shiu. Rama lëviz në shtatore tutje dhe se si do lëviz nuk e di. Por ai është shprehur që unë kam ngritur një grup pune për dëgjuar kërkesat e protestuesve. Ose më mirë shqetësimet, se jo kërkesës, se thash kërkesa e flamingove thot, jo thorrave dhe korave. Po, të flamingove. Dhe ky grup pune besoj unë mendoj që ky grup pune është vetë Ramës, se s'ka grup pune që dal mbi Ramën në Partinë Socialiste. Prandaj thash unë nuk ka sens kërkesat që kërkojnë vot në parlament, ti plotësoj PS-ja thua ti. PS-ja është vetë Ramës, si do plotësoj PS-ja. Çfarë PS-je kërkon ti? Kur është sot është monolit, janë 82 emra që janë kanë të njëjtin qëndrim. Përveç zonjës Koçeku që u largua, PS-ja sot ka 82 mandate. Një të palëvizshëm. Dakor, po përballë një protestë të tillë, nëse është, dhe unë e kam bërë këtë edhe kështu në një shkrim. Nëse është, le të themi, një protestë bio, natyrale, që përfaqëson realisht zemërimin dhe pakënaqësinë e qytetarëve, ka vetëm 3 skenar për t'i. Protesta bio ishte ditë e parë e saj, sot nuk është më bio. Jo, nëse një bio nuk ka shi që ta shuaj. Tymin e protestës mund ta furnizoj kushdo. Edhe në ardhi tha do i vë një shkrepse, dikush tjetër i vë një shkrepse nga një ambient tjetër, pra ky është një tym që po ke drejt, po mbahet në mënyrë edhe të sforcuar. Jo, nëse është bio nuk mbahet me sforcim, nëse është bio është aty, nuk e mbulon asnjëri. Sot që flasim mbahet në mënyrë të sforcuar, për atë që ju e thatë me drejt, që duke qenë se betejë spostuar në vjesht. Pra, betejë me spalve është spostuar në vjesht. Jo, dhe sot deri në vjesht kjo protestë do mbahet e sforcuar, qoftë edhe me 200 veta, 300 veta. Por do mbahet aty si tregues për thënë që nuk ka rreshtur asnjë ditë. Për të rritur nëse ja del të rri në këto kuota, po do rrinë në këto kuota, mos e ska ata njerëz aty. Nuk është vetëm tym, po them. Siç rrinë në Korrik do rrinë në ngushtë. Unë nuk mendoj që të shuhet ajo. Se ata nuk janë shumë, janë 200 veta, 300 veta maksimumi. Nuk janë më shumë, kurse. Po ta shohim në natën? Po ta shohim natën aq që e përfundojnë. Nuk keni të Dakor. Mos si fotografinë e dronëve, si fotografinë e sondazheve. Shiko, edhe një herë, po të them një herë. Fotografia e sondazheve kap të padukshme. Dronët mund t'i vendosesh nga këndet ndryshme. Unë po flas për numrat atje, nuk po flas për frym. Fryma është më e madhe. Okej. Dakor. Po, këtu po. Numrat atje, për të mbajtur këtë zjarrin e sforcuar, janë aq, nuk janë më shumë. Shkoni vetë në orën 9-10, po gjetët më shumë se 200-300 veta, se nuk janë pak, se 200-300 veta. A e pat sa ishin sot në parlament? E disa ishin sot, kalova unë aty, me makinë kaptohet. E disa ishin 20 veta, 20-30 veta. Pra, kishin harxuar 3 nga ato me vezë, jo më shumë se simbolika është ajo. Po këtë duhet të them pra ti do ta mbash zjarrin ndezur edhe me simbolik. Nuk ka nevojë të shkosh protestë me 10.000 veta, se nuk e bën dot tani, se i sforcon njerëzit. Por me 300 veta e bën. Dhe atë xhiron në Tiranë do ta bësh. Avokat, po. Protesta kështu me simbolike ne kemi pas pa fund. Po kështu është. Kemi pas edhe tikun ton aty që rritet te Karrigja aty përpara kryeministrisë, thjesht për treguar që ndoshta kur tiki Rama ka qift jetë ai. Po kemi pas edhe të tjerë shoqëri civile, nëse mund të quajmë partitë e vogla etj. Problemi është që veçantia e kësaj proteste ishte që kishte masivizim. Dhe e veçanta ishte që nuk kishin njerëz partjak. Po, patjetër. Dhe kjo deri diku dhe ishin nga të gjitha korrente të shoqërisë. Që në një farë kuptimi të
pse jo, po themi të replikonte, të dilte në rrjetet sociale, madje më prapa edhe ta anatemonte fatikisht protestën, kur në fakt do duhet bënte tjetër gjë, do duhet reflektonte, të paktën siç bën gjithë liderat të paktën europian. Ajo që duket tashmë është që protesta si mungon, pra masivizimi, mungon ajo masa e madhe. Tani, sepse ka ardhur një gjë tillë, mund të jenë edhe gabimet që kanë bërë, po themi, ata që kanë organizuar protesta në mënyrë spontane. Protesta arriti qëllimin pra, e ka shkuar politikën. Po tani, nëse ajo nuk ka një produkt politik, për mendimin tim, përparim nuk e mban dot politik, ke fjalën për çfarë? Kam thënë gjithmonë që do duhet parti politike, patjetër. Tu e jemi bien dakord. Pa mundur. Parti politike. Ndoshta dhe një projekt politik. Pastaj janë ato një lëvizje politike, ajo protestë nuk mund të dalë nga hiçi. Sepse përndryshe, të dyja partitë politike do vazhdojnë të jenë ata që do dominojnë sheshin, po themi sheshin politik në një farë kuptimi, dhe nuk ka nevojë absolutisht se ka pakënësi apo jo, dhe thonë ja, dole edhe këta u lodhën, ikën edhe këta në shtëpi dhe mbaroi çdo gjë. Duket si një protestë shprese. Edhe këtë, nëse e humbë edhe këtë element kaq të rëndësishëm, unë besoj që edhe shtatori më pas është i kotë. Pra, ajo që është artikuluar deri tani është që jemi kundër kësaj klase politike, janë që të dy të majtë dhe djathtë, sidomos të partitë politike, janë shkaktarë të kësaj gjendje prej 30 vitesh, dhe kërkojnë një projekt i ri politik. A kanë të drejtë te kauza? A është kjo një kauzë që i bashkon shqiptarët? Kjo është përgjafuar, prandaj po them, kjo është përgjafuar. Kjo është ajo që mund të pastaj pjesa tjetër që e kapi dhe Nardi, ka një gjë pastaj. Unë dua që kjo protestë, paktën kështu mendoj që do të ishte e mira, mos të ishte gjithëpërfshirëse dhe jo përjashtuese. Çfarë do thotë kjo? Nuk do të thotë që kushdo që ka qenë antar i PD-s apo i PS-s domosdoshmërisht është i keq. Domosdoshmërisht nuk do duhet të jetë pjesë, po themi, e një projekti politik të senesër. Jo. Aty ka njerëz, burra dhe gra të ndershëm, të cilët absolutisht nuk kanë qenë pjesë as të pazareve, as korrupsionit, as vjedhjes etj. Pse do duhet i përjashtosh? Pra, unë nuk e shikoj këtë pikë. Pastaj ka dhe gjë tjetër në Shqipëri. Është shumë e vështirë të kesh qenë i pavarur në Shqipëri, mos kesh qenë pjesë e një grupimi politik. Për hallet caktuara, për punësim, për ashtu, për këtu, tani mbani mend Lëserin para ca kohësh. Partia e Lirisë, quhet si doni. Nëse nuk ishe pjesë atij sekti, nuk hyj as në punë, nuk kishe mundësi të bëje absolutisht asnjë gjë. Fillimisht do duhet shkoje një herë përpara, të merrje testin e partisë dhe pastaj vazhdojmë gjë. Pra, kjo është Shqipëria, ne e dim shumë mirë se si ka funksionuar. Është politizuar çdo gjë, çdo lloj hallke. Madje është gjuna që dhe trin sapo ditën nga universiteti, gjëja e parë, nëse do duhet të punësoshin, do duhet të shkonin dhe të bëshin pjesë e një partie politike. Ky ishte një fatkeqësi e paparë. Pjesa tjetër më pas se çfarë ndodhi me protestën thash, aty ka akoma vazhdon të ketë akoma njerëz që besojnë tek ajo protestë, nuk ka shumë rëndësi numri. Cilët janë skenaret që parashikon avokat? Skenaret nuk e di, thash pra, unë pres shtatorin do të shikohet nëse studentët do i bashkohen kësaj proteste apo jo. Një gjë mund ta, sepse nëse presim që të bashkohen punëtorët e fabrikave, në fabrika skemi. Kupton, çfarë do dalin këtu. Fermerët e shkret, dihet se çfarë. Nuk e mohojmë dot tani që protesta është fut në fazë taktike. Po mund të jetë edhe taktike, kjo do të thonë se nuk është më gjenuine. Jo, prit këtu tani. Ne kemi një protestë. Jo, nuk është më. Pra ne kemi një, edhe kjo rutina është taktik. Por të mos shuar zjarrin. Por nuk edhe kjo që thonë genuine. Që ata që janë aty janë të PD-s, kjo është. Jo, nuk e thash këtë më, nuk thash këtë. Po e kanë ndërtuar. Edhe kjo nuk është e vërtetë. Qëllimi protestës, nëse do mendimin tim, si Berisha, si Rama, që të dy duan ta shuhin protestën. Po patjetër, Po patjetër, po është normale mos e protesta kundër tyre është. Absolutisht që të dy. Po kjo s'ka nuk ka ajo. Po ora edhe një. Hamburg, Berisha Hamburg. Pavarësisht se nuk është ajo simbolika, sepse është për tjetër gjë, por ama në rastin konkret protesta e ka dhënë verdiktin për të dy liderët politik. Dhe protesta nuk mund të zhbëhet në atë qastin që ka pasur që është në krye të erës. Nuk zhbëhet dot. Sado që të mundohen ato grupi logjistike, sa çfarë janë ato njerëz etj. Sepse u tha pak më parë edhe nga Nardi, ka një gjë. Prurit që ishin në atë shesh, jo domosdoshmërisht ishin me një mendim të përbashkët.
kishte prurje independente, të cilat mund të kishin dhe interesa të caktuara. Jo domosdoshmërisht. Por ama ajo që i bashkon të gjithë ata është Rama i jepet dorëheqjen. Po dhe tu do të qëndrohet. Edhe te 5 pikat, se në 4 korrik ishte ato 5 pikat, thash pra, ato 5 pikat pastaj kodi zgjedhor etj me grup të urtësh etj është një histori tjetër. Fillojmë edhe mbarojmë te kjo e para. Rama do të jap dorëheqjen. Nëse do ketë të konsistencë deri në fund, që do të thotë që nuk mund të menaxhohet, nuk mund të negociohet absolutisht asnjë gjë, as lloj ligji me këtë kryeministër. Sepse këto e ka artikuluar edhe opozita, ka kohë që thotë, nuk hyn në zgjedhje asnjëherë me Jo, opozita tha Rama dhe pastaj hyn në zgjedhje, opozita para 2 javësh tha nuk shkojmë në parlament nëse nuk plotësohen kërkesat. Edhe kjo nuk shkoi. Shkoi sot. Edhe kjo disobedienca civile. Edhe kjo disobedienca civile ose mosbindje civile ka një gjë. Kërkon një masivizim të jashtëzakonshëm, paralizim total të jetës politike, shoqërore, ekonomike të vendit. Po që të ndodhë kjo, do duhet realisht të ngrihet i madh i vogël. Jo vetëm ato 1000 veta që janë aty në shesh, apo 5000, 10000, 20000, ka pas dhe 70.000, besoj unë, në ca ditë. Kështu mendoj unë. Pavarësisht se dronët i nxjerrin si dua. Unë po flas çka kanë qenë realiste, çka kanë pa në të shesh. Dhe protesta ka pasur një veçanti të jashtëzakonshme të prandaj është përqafuar, duke një protestë që hoqi më në fund aty domenin e partive që vetëm ata mund të bëjnë protesta. Mund të mbledh vetëm Berisha njerëz askush tjetër. Ja dha qytetarit. Ja dha sheshi ishte i qytetarit. Dhe ishin aty të gjithë për protestuar dhe prandaj them që kjo protestë nuk mund të bëhet sikur nuk ekziston më kurrë. Ja i dha këto kërkesa dhe mbaroi. Jo me këto mund të jepin ndo çu online. Çfarë ndodh? Nuk është kjo. Prezenca fizike në atë shesh ishte shumë e rëndësishme. Artikulimi që u bë më pas dhe pjesa për gjetë kush ishin krerët, për t'i blerë, për t'i ashu, mos kujtoni, dhe kjo ka ndodhur, janë piketuar dhe njerëzit që janë aty. Se kanë familje, kanë ashu, nuk është ka që letë për të nuk do të mohojmë që jemi në një kohë ku qyteti... Këto dokret me demokraci janë, nuk i ashu fare, nuk i besoj fare. Nuk është e letë të protestosh Shqipëri. Nuk është e letë të shfaqësh madje mendimin tënd ashtu si duhet. Sepse duam apo s'duam, ti jeton në këtë vend. Ke fëmijët, nuk e di, do duhet të shkosh të punë, mund të jesh në sektorin shtetëror, etj, siç ka ndodhur. Janë të hequr pedagog nga puna. E dini besoj. E pas edhe Artan Manushaqen. Bravo, pra, jo vetëm ai ka pasur edhe raste të tjera. Jo, ato e pas. Nuk është e lehtë, po themi që në këtë vend të protestosh sepse realisht janë të kompleksura dhe pushteti do bëjë ç'është e mundur që ta mbajë në këmbë pikërisht aty që ka ngritur. Avokat, ndërkohë ajo që filloi mbar në fillim protestës, ndërhyrja e SPAK-ut e menjëhershme, në fakt në ditën e dytë protestës, duke sikur e ka zbehur punën e SPAK-ut në raport me fjala vjen kërkesën kryesore që ka për sa i përket Belinda Ballukut, sepse duhet ta dimë që Balluku për Komisionin Evropian është kthyer zyrtarisht në një nga pikat më kritike të integrimit, ndërkohë po diskutohet jo vetëm le të themi pengesa për të dhënë një autorizim për arrestimin e Ballukut, por diskutohet edhe lirimi i Erion Veliajt nga burgu nëpërmjet atij vendimit të unifikuar gjykatave se gjykatës lartë. Si e vlerëson këtë mundësinë apo këtë zbehjen e punës së SPAK fillimisht, pastaj mundësinë e riaktivizimit dhe rritjen e goditjes së SPAK-ut në të ardhmen. Atëherë, në lidhje me SPAK-un, Redi, ka pasur, nuk është se është harruar çështja e zonjës Balluku, por së fundi Klodian Braho në një dalje të tij, duke që ka qenë në këto komisionet parlamentare, dha një lajm që kishte të bënte me faktin që zonja Balluku po hetohej edhe për lidhjet e saj me Bankers Petroleum. Po, ishte si lajma e... Po, bëhet fjalë për një shumë prej 123 milion euro, e cila konsiston me gjobën që pa të vënë doganat shqiptare, ndaj kompanisë Bankers Petroleum në vitet 2015,
gjobe cila kaloi kalvarin e gjitha gjyqeve në gjitha shkallat e gjykimit dhe mbeti në fuqi si e tillë. Dhe në vitin 2019, kur do duhej domethënë që të mblidhej nga ana e shtetit shqiptar, Belinda Balluku aso kohë si në tagën e ministres së infrastrukturës, duke qenë se Bankës Petrolum është pjesë e le të themi kjo naftë mbajtja në pjesët e naftës hidrokarburet janë pjesë e Ministrisë infrastrukturës dhe energjisë, i dërgonte një shkresë zyrtare ministres së linjës zonjës Sani Ladena, aso kohë dhe i kërkonte domethënë që të gjente një lloj zgjidhje në lidhje me këtë gjop. Dhe zgjidhja nga ana e Ladena do zgjedh shumë e thjeshtë pezullimi i gjobës dhe ajo gjop edhe sot kësaj dite që ne flasim, akoma nuk është marrë ekzekutuar nga ana e shtetit shqiptar. Këtë fakt e ka relatuar SPAK-u, të cilët është duke hetuar zonjë Balluku edhe në lidhje me ndërhyrjet e saj si ministre e infrastrukturës, ama pas edhe si zëvendës kryeministre, tek afera e shekullit, le të themi, e Bankës Petrolit, sepse e tillë ka qenë. Kurse në lidhje me zotin Erion Veliaj, lajmi për mendimin tim nuk është a do dalin apo nuk do dalin, a do dalin mes gushtit apo do dalin fund gushtit apo në shtator. Kjo është një histori pastaj që do ta vlerësojnë ata zotërinjtë e gjykatës lartë se si do ta gjykojnë. Kryet herës unë qëndroj gjithmonë ides time domethënë që ai vendimi i Kolegjit të Bashkuar Gjykatave të Larta duket sikur është prerë një kostum fiks për Erion Veliajn, sepse është fakt edhe pse ai vendim është bardhur, është arsyetuar, është publikuar, unë nuk njoh, akoma nuk di faktin që gjyqtarët të gjykatave të jurisdiksionit përgjithshëm apo gjykata e apelit të operojnë në raport me atë vendim të Kolegjeve të Bashkuara. Pra nuk e marrin fare në konsideratë. Lajmi i sotëm ka qenë përplasja në distancë, le të themi, e Anuel Aristanit dhe Erion Veliajt, ajo si mëkamse në Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj si mëkamsi i EVP Durrës Kavalishencë. Sepse këtu le themi moll sherrri është bërë zoti Alban Dokushi. Alban Dokushi, për ata që se din, ka qenë le themi krau i djathtë i Erion Veliajt të paktën për vitet e fundit. Ai para se Erion Veliajt shkonte në paraburgim, ka qenë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Tiranë, u largua, u shkarkua nga Anuel Aristani, sigurisht me urdhër të Edi Ramës, dhe pasi ai kaloi të gjitha fazat e ai të gjykimit në mënyrë kështu super të shpejtë për këta shqiptarët e thjeshtë, domethënë që të kaloj një gjykim në gjykatën e shkallës parë administrative të Tiranës, në gjykatën e apelit duan 10 vjet. Po s'ka shkuar, vetëm në shkallë parë ka mbaroi. Okej, e mbaroi shpejt gjithsesi. Aty mbaron. Po pra po, dhe në shkallë parë. Në shkallë parë. Po pra po, dhe në shkallë parë, çudia vetë se nuk u bë apelim. Po, anipse, bëjmë muhabet tani me këtë. Po. Dhe atë se dini se tashmë është marrë vendimi. Po, është arsyetuar dhe shkovi për ekzekutim. Po atë është dhënë me ekzekutim të përkohshëm. Po çfarë lidhje ka, nuk është apeluar atësh. Jo, është mund ta kimohet, por ama do zbatohet sepse është me ekzekutim të përkohshëm. Kaq. Okej. Nuk ka lidhje fare. Gjykata ka dhënë të drejtë Alban Dokushi që të rikthehet në pozicionin që ka pasur më parë. Anuel Aristani ka gjykuar që nuk për pozicionin e sekretarit përgjithshëm tashmë është i zënë nga dikush tjetër. Dhe ka emëruar në një pozicion tjetër si drejtori drejtorie. Zoti Dokushi ka kërkuar me ngulm që të kishte të njëjtin pozicion që ka pasur më parë dhe ka çuar çështjen në penale duke kërkuar që zonja Anuel Aristani të hetohet penalisht, të ndiqet penalisht për mos ekzekutim të vendimit të gjykatës. Që pengojnë ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Pra kjo është përplasje e re e atia që është në bashkinë e IVP Kavalishencë Durrës dhe mëkamses Bashkisë së Tiranës në raport me Erion Veliajt. Se si të mbaroj kjo histori, pak a shumë dihet në momentin kur do ndërhyjë apo jo Edi Rama, dihet pastaj se si mbaron historia në Bashkinë e Tiranës. Në lidhje me avokat, në fakt e kisha në lidhje me punën e SPAK-ut, në raport me situatën. Në raport me situatën ka përshtypjen që a është zbehur puna apo jemi përballë thjesht një le të themi stepje të SPAK-ut për shkak se po qep letrat, po them unë në ato termat. Mua nuk më bën më lajm as edhe një gjë nga SPAK-u, kam përshtypjen domethënë që po vazhdohet me proceduralitetet e tyre të zakonshme, hetimore, rutinore. Ajo për cilën kam pasur vërejtje dhe do ta kem gjithmonë është fakti që SPAK-u ngre stikën lart për cilin do,
për vepra penale të ndryshme dhe pastaj kur shkon gjykat, asnjëri prej tyre nuk bën burg. Edhe 3 vendimet e fundit fare, kërkesat e Spaku për Fatime Kryemadhin, për Emma Çokun edhe për Piro Xhixhon, të 3 i kërkonte nga 5, nga 6, nga 7 vite burg dhe pastaj mbrapa në gjykyt shkurtoi çonte 5 vjet dhe gjithë i kalonte vet Spaku, kërkesa e Spaku. Se shumë rëndësishme të thuash, se mund ta kërkojnë të kalon në shërbim prove vendimi i gjykatës. Por nuk është direkt kërkesë e Spakut. Vet Spaku thot 5 vite burg për Fatime Kryemadhin duhet të shndrohen në shërbim prove.